U bllokua në rënojat e shkollës 13 vjeçari shpëtohet pas 72 orësh. 13 vjeçari Selandra Haikal Rakandita mbeti i bllokuar 72 orë në rënojat përpara se të shpëtohej nga ekipet e shpëtimit pas shembjes së një shkolle në Indonezi. Nga shembja e ndërtesës, shumë të mitur mbetën të bllokuar ndërsa 13 vjeçari arriti të mbijetonte me plagë të rënda në këmbë. Nëna e të miturit ishte në shtëpinë e saj 2 orë larg kur mori mesazhin se çfarë kishte ndodhur në shkollën e djalit të saj. Brenda një ore u nis për shkollë kur mbërriti djali i saj ende nuk ishte gjetur. I ndjeva të gjitha emocionet me njëherë, trishtim, panik, të qara, nuk dija çfarë të bëja, ka thënë ajo. Jashtë shkollës ishin vendosur tabela njoftimesh me emrat e fëmijëve që ishin dërguar në spitale të ndryshme. Nëna kontrolloi nga një listë në tjetrën duke kërkuar me dëshpërim. Kishte 6 fëmijë me emrin Haikal dhe unë vrapova në secilin spital për të parë nëse ishte djali im, shtoi ajo. I mituri mbeti i bllokuar në rënoja me 5 fëmijë të tjerë. E vetmja rrugë e mundshme shpëtimi ishte bllokimi nga trupi i një shoku klase i cili ndroi jetë menjëherë. Një copë çimento i kishte bllokuar këmbën, duke bërë operacionin e shpëtimit jashtëzakonisht të vështirë. Pavarësisht kushteve të pafavorshme, ai e ruajti qetësinë. Fëmijët bisedonin me njëri tjetrin për të qëndruar zgjuar. Haikali, megjithatë i lënduar, lutej duke i inkurajuar miqtë e tij të bënin të njëjtën gjë. Ekipet e shpëtimit arritën ta nxjerrin nga rënojat dhe ta transportonin në Barel. Nëna e tij po priste në spital. Ai është në kujdes intensiv. Mjekët po luftojnë për të shpëtuar këmbën e tij, e cila u shtyp nga një pllak betoni. Nga kjo ngjarje rënd kanë humbur jetën 5 persona dhe janë plagosur 10 të tjerë.